Prokuror të shumë të angazhuan brenda vitit 2025 në hetimin e rasteve të ndryshme të krimit në Kosovë. Prokuroria speciale u vu në gatishmëri të hetuesisë për raste të ndryshme e sidomos ato të korrupsionit të lartë e ku në shumë raste përfshiheshin edhe zyrtar të lartë shtetëror. Operacionet e njëpasnjëshme policore që janë ndërmarrë gjatë vitit 2025 nuk janë veprime të izoluara, por pjesë e hetimeve të gjera që janë zhvilluar e po zhvillohen nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Në një përgjigje zyrtare për lajmin Net, Prokuroria Speciale ka konfirmuar se çdo urdhër kontrolli dhe çdo operacion policor është ndërmarrë si hapi procedural i domosdoshëm në kuadër të hetimeve penale që po zhvillohen ndaj grupeve të dyshuara për krim të organizuar, korrupsion dhe keqpërdorim të detyre zyrtare. Rasti më i rëndë dhe më voluminoz mbetet ai i koduar si qielli i thyer, një dosje që shpërfaq për masat reale të krimit të organizuar në Kosovë. Në këtë rast 33 persona ndodhen në paraburgim, ndërsa pasuria e sekuestruar kap shifra alarmante prej rreth 80 milion euro. Kjo shumë, sipas burimeve hetimore, përfaqëson vetëm një pjesë të aktiviteteve të dyshuara kriminale që është ndërtuar për vite me radhë. Një tjetër dosje e rëndë është rasti i koduar si Laboratori 25, i cili lidhet me falsifikim të dokumenteve zyrtare, një veprimtari që sipas prokurorisë ka prodhuar edhe pasoja serioze për sigurinë juridike dhe institucionale në vend. 3 persona ndodhen në paraburgim, ndërsa një tjetër në arrest shtëpiak. Ky grup po ashtu kujtojmë se është sankcionuar edhe nga Mbretëria e Bashkuar dhe në fakt që ngre pikpyetje serioze mbi ndërhyrjen ndërkombëtare dhe nivelin e rrezikut që paraqet ky aktivitet kriminal. Paralelisht, Prokuroria Speciale ka udhëhequr edhe operacionin kundër trafikut të narkotikëve, ku në 2 aksione të ndara janë sekuestruar mbi 320 kg substancë narkotike, shifra që tregojnë qartë se Kosova vazhdon të mbetet një nyje e rëndësishme në rrjetet rajonale të trafikut. Aktualisht 2 persona ndodhen në paraburgim, ndërsa hetimet janë duke u zhvilluar dhe po zgjerohen edhe ndaj personave të tjerë të dyshuar për këtë rast. E në dhjetor të vitit që lan pas, Prokuroria Speciale ka realizuar edhe një operacion të gjerë në ndyshimet për korrupsion, i cili ishte rezultati një hetimi të gjatë dhe të ndërlikuar. Në këtë operacion janë arrestuar 7 persona. Hetimet nuk ndalen këtu. Një tjetër rast po trajtohet lidhur me dhënien me qira të fabrikës për përpunimin e nën produkteve shtazore, një proces që dyshohet se është shoqëruar me shkelje të rënda ligjore dhe favorizime të paligjshme. E për këtë rast, për disa orë më 27 maj, ishte intervistuar edhe ministri në detyri bujqësisë Faton Peci dhe kryeshefi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Bekim Hoxha. Po ashtu që të dy në cilësinë e të dyshuarit. Por për çfarë fabrike bëhej fjalë? Në parkun industrial në Drenas dhjetor në vitit 2019 kishte përfunduar ndërtimi i fabrikës ku parashihet të përpunoheshin dhe asgjësoheshin nën produkte shtazore. Por funksionalizimi i fabrikës, ndërtimi i së cilës kushtoi 7.7 milion euro, nisi më 2024 dhe kur u hap thirrja për kompaninë që të aplikonin për marrje në shfrytëzim të saj dhe për të nisur punën në grumbullimin dhe kategorizimin e nën produkteve shtazore. U raportua se kompania kosovare LIPKS & IT SHPK u përzgjodh për të funksionalizuar fabrikën me afat operimi për 20 vjet, përkatësisht deri më 2044. U tha se kjo kompani ishte regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës vetëm 5 ditë pas thirrjes për aplikim. Kësaj dyshohet se nuk u përmbushën kriteret që fituesi i kontratës të kishte përvojë 12 deri në 15 vjeçare në përpunimin e nën produkteve shtazore dhe të dëshmonte se në 3 vjetët e fundit kishte përpunuar 20.000 ton të nën produkteve shtazore. Peci dhe Hoxha u intervistuan pas të autoritetet paraprakisht, po më 27 maj kryen mbastisje në Ministrinë e Bujqësisë, Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, Agjencisë së Veterinarisë si dhe në lokacionet e kompanisë përfituese. Ndërkohë, në një operacion tjetër është arrestuar i dyshuari me inicialet B.Sh në ndyshimet për keqpërdorim të detyres zyrtare, rast ky që lidhej me hetimet që po kryeshin me dallaveret me patent shofer. Të gjitha këto hetime sipas Prokurorisë Speciale të Kosovës po zhvillohen brenda afateve ligjore të kodit të procedurës penale. E gjatë tërë vitit u sekuestruan miliona para me burim të dyshimt, sasi e madhe e drogës dhe pat numër të lartë të arrestuarve që lidhen me krim të organizuar dhe të ngjashme.